Komuna e Drenasit është gjithashtu njëra prej komunave më të prekura sa i përket situatës me vërshime pas rreshjeve të nisura një natë më parë, dhe për të kuptuar situatën se si është në këtë komunë, tani në lidhje direkte kemi drejtorin e shërbimeve publike dhe emergjencave, zotin Eshmedin Gruda, përmes së cilit do të kuptojmë detajet në këtë komunë. Atëherë, zotin Gruda, faleminderit që jeni në këtë lidhje direkte sot me ne. Ju lutem, unë marr juve. Atëherë, zotin Gruda, ku gjendeni aktualisht dhe cila është situata në komunën e Drenasit me vërshime? Për momentin gjendem afër qendrës së transformatorit të kryesor ku është në Drenas. Gjendja për momentin po shihet që është filluar të stabilizu pak, sidoqoftë të gjitha emergjencat jemi në gjendje gatishmërie dhe po bëjmë pamundurën për të dalë ndihmë qytetarëve. Po, zoni Gruda, cilat kanë qenë zonat më të prekura në komunën e Drenasit nga vërshimet? Sigurisht qendra Drenasit dhe fshatrat Poklekiri, pastaj ka qenë Çikatova e Re, edhe një pjesë e Trstenikut. Po, dhe cilat kanë qenë intervenimet, a ka pasur nevojë të evakuohen familjet nga këto zona dhe si është vepruar tutje? Po, nga njësit i zjarfikse, paradite janë evakuar rreth 20 familjeve, të cilat ju kanë dhënë ndihmë edhe qytetarët tjerë, sidomos qytetarët me barka të cilat i kanë pasur private, ndërsa masdite kemi pasur vetëm intervenime në vetura të cilat kanë mbetur në rrugët e bllokuara. Sot gjatë ditës kanë qenë të bllokuara 3 rrugët, rruga Drenas-Komaran, rruga Drenas-Krojmbretit dhe rruga Drenas-Guri-Plakës. Po, dhe a vazhdojnë të jenë të blokuara këto qarqe kryesore rrugore, apo tashmë janë hapur në orët e pasdites? Për momentin ka lëvizje të rrolla disa mjete të cilat janë ose kombibusi ose mjete më të mëdha, po për veturat e vogla dhe të qëndrojnë të mbyllura. Po, ndërkohë zoni Gruda, cilat janë informacionet e juaja, apo pranon informacione edhe nga zona tjera ku banor mund të jenë të bllokuar ose të izoluar për shkak të këtyre vërshimeve? Izolim total nuk mundem me thonë që kemi, mirë po lëvizje të lirë nuk kemi. Ne kemi bërë thirrje përmes faqes së internetit të komunës që qytetarët të kenë kujdes dhe mos të dalin pa nevoja të mëdha. Për çdo rast na kontaktojnë qytetarët dhe na ju dalim me mjetet tona që kemi. Po, dhe aktualisht cila zona vazhdon të jenë problematike dhe paraqesin problem ndoshta edhe për intervenim? Zona ku jemi tash, do me thonë tek qendra transformatorëve, jemi duke intervenuar ende me 6 pompa të cilat na ka ardhur ndihmë edhe AME-ja, po edhe zjarfiksit edhe 6 pompa po bojnë pamundurën që mos të keni probleme në stabilimentin e rrymës tek qendra këtu. Ndërsa më të zona tjera të cilat për momentin janë të vërshuara, që ka më herët është Shtrubullova, është Poklekiri, edhe një pjesë e Çikatovës së Vjetër dhe Dobroshevskit. Po, dhe zoni Gruda, a janë këto zona që dhe në kaluarën kanë qenë të vërshuara dhe cilat janë probleme, përse ka vërshime më të theksuara në këto zona në Drenas? Po, sigurisht ka vërshime pasi që gjendja gjeografike e zonave tona është e ulët, për atë arsye ka vërshime këtu, lument janë munduar dhe janë pasur ko kështu, mirë po kur ka të rreshurat të mëdha, masi jemi vend i ulët, atëherë ndodhin të vërshime. Po. Cili është zoti Gruda kapaciteti komunës së Drenasit për të intervenuar në këto raste? A është kërkuar edhe ndihma e institucioneve nivelit qendrore, përmendet Agjencinë për menaxhimin e emergjencave këtu apo jo? Po kemi kërkuar ndihmë nga Agencioni Menaxhimit të Emergjencave, pasi që nuk kishim kapacitete të mjaftueshme, kapacitete të cilat na për momentin i kemi vetëm zjarfiksit, të cilat nuk kanë edhe as pajisje të cilat mund të dalin ndihmë në këto raste. A do të kërkoni edhe ndihmën e nivelit qendror ose edhe përfshirjen e pjesëmarrëve të FSK-s? Na kanë ofruar edhe niveli qendror, domethënë FSK-ja na ka ofruar dhe janë gatshëm na ndihmu, mirë po na jemi duke përcjell situatën që në këtë moment jemi në terren, jemi duke përcjell situatën sipas nevojës, na do dalim edhe domethënë do të thrasim edhe do t'ju informojmë për gjendjen si është. Po, dhe afërsisht a konsiderohet jetë dëmi i madh, sidomos në ambistri, po ndoshta edhe në sektor të tjerë biznese nga këto vërshime që kanë nisur një natë më parë? Po, mund të cekim vetëm domit të cili është botë të Mullini Vëllezërit Mustafa në Trstenik, i cili do të thotë domi është i konsiderueshëm, po sigurisht edhe në për ekonomitë familjare të cilat nga nesër ne do të me anën e Komisionit për vlerësimit domeve nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera, do të dalim edhe do të bëjmë vlerësimin e tyre dhe raportin përfundimtar masa ne do ta prezantojmë. Po. Ndërkohë zoni Gruda, cila është informata që keni sa i përket furnizimit me energji elektrike, për shkak se ka pasur informata që keci ka ndërprerë energjinë elektrike edhe në disa zona në Drenas, apo jo?
Po, për disa orë ka qenë ndërprerje energjia elektrike, mirë po tash ka disa orë që ka filluar dhe është stabilizuar dhe për momentin pothuajse gjitha linjat janë duke u furnizuar me energji elektrike. Mund të ketë në një fshat që se kemi informatën mirë, po pothuajse gjitha linjat janë të u furnizuar, se gjitha fshatat janë për momentin të u furnizuar me energji elektrike. Po, dhe zotni Gruda, a ka do një mundësi që në rast se vazhdojnë rreshtet e tilla të shpalli gjendit e jashtëzakonshme, apo cilat janë informatat e juaj si zyrtar të komunës, apo shkojmë drejt një situate të tillë? Po, na duhet me përcjell situatën që shosha varet prej të rreshturave, që janë duke ndodhur këtu. Sigurisht, ndoshta për gjendjet e jashtëzakonshme nuk do të ketë, po marrë parasysh do ta përcjellim situatën dhe do të vazhdojmë, do të marrim hapat e duhur në momentin e duhur. Po, dhe cili është komunikimi me nivelin qendror sa i përket menaxhimit të situatës, a ka plan të mjaftueshëm për të menaxhuar situatën? Vazhdimisht jemi në komunikim, domethënë, edhe ata na kanë dalë ndihmë, na dalin ndihmë gjithherë dhe komunikimi është i mirë. Atëherë, zoti Gruda, faleminderit që ishin në këtë linjë direkte sot me ne. Lutem, punë mbar juve. Faleminderit shumë. Ka qenë drejtori i emergjencave në komunën Drenaset, me cilin diskutuam lidhur me situatën